Veprat lën gjurmë që nuk shlyhen dot. Ato mund t'i mbuloj pluhuri, mund t'i injorojnë e anashkalojnë qëllimshëm dashakqit, mund të mbesin të heshtura për dekada e shekuj, por kur të harrohen. Veprat e personalitetit që do t'a prezentojmë në portret janë histori. Ato dëshmojnë dhe faktojnë rolin dhe kontributin atletar, arsimor e kulturor të prijezve fetar. Hoxh Daud Boriqi ofrohet për ju, jo thjesht si një biografi, por si një fakt historik, si një dëshmi që brezët të ri i dëfton të vërtetën për rolin historik të prijezve musliman për kombin dhe gjuhën. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Përpjekjet për të mjegulluar rolin e prijezve fetar në çështje historike, kombëtare dhe arsimore, janë të prira për dështuar qysh në fillim. Kjo për faktin se e vërteta është më e madhe se që dikush mund të mbuloj. Veçmas kur bëhet fjalë për të vërteta që në histori kanë peshë dhe rol nismëtar. Hoxh Daud Boriqi është njëri nga ata veprimtarët që kontributin e tyre e kanë shtrirë në rrafshet kryesore dhe më mendikim në shoqëri. Trekëndshi i veprimtarisë së tij fetare, adhëtare dhe arsimore është më shumë se histori. Është përgjigje ndaj shumë dilemave që janë ngritur si pasojë e përpjekjeve dashakeqe për ta minimizuar maksimalisht rolin e prijezve fetar në çështje që kanë të bëjnë me historinë, kulturën dhe arsimin. Roli i tij veçmas për kitazi me alfabetin shqip është themeltar. Ta flasësh gjuhën tënde, të shkruash në të, tua mësosh brezave, e madje tua shpjegosh njerëzve edhe fenë e Zotit me të, është mësim të cilin praktikisht Daud Boriqi i përcjell brezave. Me rolin e tij në edukimin fetar dhe arsimor, ai dëshiron t'ua bëj me dije njerëzve se xhamia dhe shkolla janë thjesht dy qerdhe të dijes dhe edukimit që bashkëpunojnë me njëra tjetrën e nuk janë në luftë. Daud Boriqi lindi në qytetin e Shkodrës më 20 dhjetor 1825 në një familje të njohur për traditat e saj patriotike dhe intelektuale. Babai i tij, Haxhi Mustafa Boriqi, ishte sekretar i Mustafa Pash Bushatliut. Boriqi është fshat në Tivar dhe sipas të dhënave të familjarëve, të parët e tyre janë vendosur në Shkodër në shekullin e 17, rreth vitit 1650. Fillimisht janë vendosur në lagjen Sudbeq dhe më pas në lagjen Perash qytetit, ku vazhdojnë akoma të jetojnë mjaft prej pasardhësve të tyre. Janë njohur si familje me pozita. Bijtë e kësaj familje u punësuan më së shumti në administratën publike. Mustafaj i Brezit të Pest ishte sekretar në Stamboll. Daud Boriqi, për cilin po flasim, ishte inspektor arsimi në Stamboll, e drejtor arsimi në Shkodër. Ahmeti në administratën turke si doganier, e më pas në atë shqiptare si drejtor i doganës. Ademi Mustafaj në gjykat, Jonuzi në doganën, Sulejmani në gjendjen civile, Hajriu dhe Ehsani oficer. Ky i fundit në fakt kishte përfunduar akademinë ushtarake. Hoxh Daud Boriqi shkollimin fillor me të vëllain Salihin e morën në mejtepin e Hoxh Ferhatit nga Shkodra. Mejtepi gjendej në pazarin e vjetër. Sipas autobiografisë së tij, pasi mbaroi shkollën fillore, fëmijërinë e kaloi pranë familjes. Daud Boriqi në autobiografinë e vetë shënon se që në vitin 1839
kishte filluar të mësonte arabishtën dhe të merrte mësime fetare nga myderriz shqiptar të njohur, siç ishte Saleh Efendia i Madh, Mulla Ahmet Hadri, Mulla Sylo Fakja dhe të tjerë të huaj të medresesë së Çapës, themeluar nga Mehmed Pash Bushatliu. Për një periudhë ndoqim mësime edhe në gjimnazin Zosimeja në Janin. Pas kryerjes së mësimeve, u emërua imam i xhamisë së Draqinit me 1847. Dhe qysh nga ajo kohë, ai u quajt Mulla Dauti. Por në këtë detyrë do të qëndronte vetëm 2 vite. Do të ndërprente shërbimin për të vazhduar me shkollimin madje jashtë vendit. Kështu, në vitin 1850 niset drejt Stambollit për të vijuar studimet në medresen e njohur Çifte Bash Kurshun, e themeluar që në kohën e Sultan Mehmet Fatiut II. Viti 1852 i lan një kujtim të hidhur sepse nga tuberkulozi i vdiq shoku i mësimeve, i studimeve, djaloshi Shkodran Farhati. Në qershorin e vitit 1851 u takua 3 herë me Mustafa Pashën që ndodhej në Stamboll, i cili kërkoi prej tij që të merrte rolin e mësuesit privat për të birin, Rizabeun, në një kohë kur në kryeqytet nuk mungonin pedagog të shquar. Veprimtaria dhe angazhimi i Hoxh Daud Boriqit. Daud Boriqi ka ushtruar disa funksione që të gjitha fisnike. Ka punuar imam në xhamin e Dranqinit në Shkodër, detyrë kjo e përhapjes së fjalës së Zotit. Pas kthimit nga Stambolli, karrierën do ta vazhdonte si mësues në shkollën Rushdie, që ishte hapur në Pazar të Vjetër në vitin 1858. Më pas, për shkak të vlerësimeve, do ta merrte detyrën e drejtorit në këtë shkollë. Për suksesin e treguar, do të gëzonte krahas me njohjes e vlerësimit edhe promovimin edhe më lart në detyrë, duke u bërë kryeinspektor i arsimit për gjithë vilajetin e Shkodrës. Krahas këtyre detyrave dhe angazhimeve, Daud Boriqin e gjejmë edhe në angazhime me karakter adhëtar e politik. Ai ishte një nga themeluesit e lidhjes së Prizrenit dhe kryetar i degës lokale të saj. Mbasi u hap Kongresi i Berlinit me 13 qershor, dega e lidhjes me pëlqimin e vilajetit të Shkodrës dhe Sanxhakut të Dibrës vendosen me nis një telegram Kongresit me lutje që Tivari, Shpuza, Podgorica t'i mbeteshin vilajetit të Shkodrës. Telegrami ishte nënshkruar prej 500 personave në Shkodër, nga të cilët më të rëndësishmit ishin sigurisht Daud Efendi Boriqi, që ishte edhe kryetari i degës, Yusuf Ag Sokoli, Selim Ag Gjyrezi, Filip Suma, Gjon Muzhani e tjerë. Daud Boriqi gjuhën do të linte edhe në fushën e gjuhës shqipe. Më saktë, ai ishte hartues i abetareve të gjuhës shqipe me alfabet arab. Daud Efendi Boriqi hartoi dhe botoi 3 abetare në gjuhën shqipe. Abetare shqip me shkronja arabo-turke litografuar në Stamboll me 1861. Kjo abetare është ribotuar në vitin 1869, pastaj abetare shqip e ndryshme prej të parës dhe abetare shqip e ndryshme prej 2 të parave, pra verzion i ri i saj. Si shihet, ai është një hallk në zinxhirin e gjatë të imamve dhe myderrizve që kanë punuar e kanë lënë gjurmët e tyre në themelimin e alfabetit shqip
dhe promovimin e gjuhës shqipe dhe të drejtës për ta folur atë dhe për të shkruar në të. Ilo Qavzezi dikur shkruan të kësaj: përgjithsisht, si për gjitha gjuhët ballkanike të mbetura pas, po ashtu edhe për shqipen tonë, del në shesh se shtytjet më të para të letrarizimit të saj i ka dhënë feja. Doktor Hasan Bello, duke u ndërlidhur me këtë, jep një konstatim brillant. Thot, kjo e shpjegon edhe dukurin se hartuesit e parë të shkrimeve shqipe kryesisht janë përjes fetar. Pra, kjo e dokumenton rolin progresiv të fesë në zhvillimin dhe kultivimin e gjuhës, ndikimin e saj në ngritjen kulturore dhe shkencore, krahas asaj shpirtërore. Si përmbledhje të qëllimeve dhe objektivave të abetarës, Hoxh Daud Boriqi shkruante kësaj: shqiptari me mënyrën e shkronjave që kam kallëzue në alfabetin shqip, brenda pak kohe mundet me shkrue gjuhën e vetë. Pra qëllimi i tij ishte që shqiptarët duke mësuar gjuhën e tyre të arrijnë që të shkruajnë në gjuhën e vetë. Abetarja e Daud Boriqit e shtypur në Stamboll më 1861 e më pas e ribotuar me 1869 është një abetare shqip-turqisht me shkronja arabo-turke dhe me krijime origjinale të autorit. Abetarja në fjalë ka gjithsej 37 shkronja, nga të cilat 28 janë të alfabetit arab, 2 i ka marrë nga osmanlishtja dhe për të plotësuar nevojat e gjuhës sonë, 7 shkronja Daud Boriqi i hartoi vetë, nga ato fonema që i korrespondonin me gjuhën shqipe. Abetarja e Daud Boriqit është abetarja e parë shqipe që është botuar në Shqipërinë e Veriut. E përsëris, është abetarja e parë që është botuar në Shqipërinë e Veriut. Ndonse e botuar me alfabet arabo-turk, ajo ka përmbajtje krejtësisht shqiptare dhe me krijime, siç përmendëm më parë, origjinale të autorit. Kjo dëshmon për një hap në fushën e arsimit fillor, kombëtar, me bazë gjuhën shqipe. Është interesante të përmendet se kopjet e abetarës së Daud Efendiut janë gjetur pas më shumë se një shekulli në disa familje dhe në fondet e bibliotekave në Shkodër, për të na bindur kështu se ajo që bëhet sinqerisht për hir të Zotit mbetet për gjithmonë. Hoxh Muhammed Sytari, ndërsa flet për abetaren e Daud Efendiut, vjen me një konstatim të jetë qëlluar se alfabeti shqip me shkronja arabe natyrshëm përkthen orientimin fetar islam të këtij dietarit të shquar, që në të vërtetë ishte orientimi pjesës më të madhe të popullatës shqiptare dhe trendi i kohës. Nëse mbështetësit e alfabetit latin vinin në dukje një identitet evropian, një identitet shqiptar dhe një dallim kundrejt turqve, cili ishte pozicioni i partizanëve të alfabetit arab. Ajo që konstatohet me njëherë është se identiteti i parë që ata vinin në dukje ishte identiteti fetar musliman. Në fakt, alfabeti arab ishte pasgjidhmërisht i lidhur me frymën e Kur'anit, mbaron citimi i Hoxh Muhammed Sytarit. Përveç abetarës, Daud Boriqi është autor edhe i një gramatike shqipe, e cila përmban njohurit përgjithshme mbi emrin, numrin, gjinin e tjerë. Është po kështu autori një fjallori turqisht shqip, i një autobiografie dhe i 2 ditarëve me rëndësi të madhe për historinë e mendimit pedagogjik shqiptar.
Në horizontin shkencor dhe kulturor të Hoxh Dautit, gjuhët kishin pozitën e tyre të pakontestueshme. Ndonse i jepte këtë angazhim për gjuhën amtare, kujtonte se mësimi gjuhës turke është i dobishëm. Gjuha turke ka qenë gjuhë e kohës dhe këtë mësim të tij për gjuhët, veçmas këto që janë me rëndësi, siç është gjuha e Kur'anit, gjuha arabe, gjuha angleze, këtë duhet ta kemi në hatër edhe sot në brezat e rinj. Daud Efendi Boriqi, si hoxh, nuk ka si të mos ketë kontribuar edhe në fushën e predikimit dhe këshillimit. Në punimet e tij gjejmë disa prej këshillave të vyera, të cilat janë rezultat i mësimeve të pastra fetare, si mos rri pa punë, shko në shkollë, mos përta, dëgjo këshillat e mira, kur të flasësh, mendo, mos gënje. Për secilin prej këtyre këshillave, që ne përmendëm disa sash thjesht për ilustrim, mund të sjellim tekste dhe dëshmi fetare. Madje, ai vetë i është referuar një hadithi profetik për dijen, kush vdes duke kërkuar dijen, vdes shahid. Për hir të korrekcisë, tekstualisht kjo thënie nuk është konfirmuar, ndërsa si përmbajtje po. Ndër tekstet që konfirmojnë këtë përmbajtje, është edhe hadithi profetik, kush del për ta kërkuar dijen, ai është në rrugën e Zotit derisa të kthehet. Daud Boriqi nuk është se nuk është studiuar. Janë mbajtur konferenca përkitazi me veprimtarinë e tij, si ajo me rastin e 100 vjetorit të vdekjes së tij, ku për të Muzeu Historik i Shkodrës botoi një vepër prej 88 faqesh. Daud Boriqi është dekoruar me urdhrin e lirisë të klasit të tretë për përpjekjet e tij dhe punën e palodhur në përhapjen e arsimit në gjuhën shqipe. Por, a është bërë sa duhet për Daud Boriqin? Natyrisht se nuk është bërë sa duhet. Profesor Dr. Niazi Kazazi, në përfundim të një punimi për Daud Boriqin, shkruan kësaj. Në përfundim mund të themi se i takon Daud Efendi Boriqit merita e realizimit të kësaj detyre të madhe të programit kulturor të shqiptarëve në agim të rilindjes son kombëtare. Pra, veprimtaria e tij ndërlidhet me interesin e përgjithshëm kombëtar dhe përkundër kësaj ai ende nuk gëzon meritat dhe vlerësimin e duhur. Ende nuk ka asnjë institucion arsimor në Shkodër, në vendlindjet e tij, apo edhe diku tjetër që bart emrin e tij. Në fakt, ka një rrugë në Shkodër që është emëruar sipas emrit të tij, por që për një personalitet, siç ka qenë Hoxh Dauti, është vërtet pak. Pas pensionimit, respektivisht, me 2 nëntor të vitit 1898, Hoxh Daud Boriqi do të vdiste, duke lënë pas vete një trashëgimi të madhe. Shtëpia e tij në lagjen Perash, ku ka jetuar, ka qenë shtëpi muze e kategorisë së parë deri pas viteve 90. Sot, në vend të saj, është ndërtuar medreseja e vajzave në Shkodër. Si mesazhe dhe mësimet nxjerra nga jeta dhe veprimtaria e Hoxh Daud Boriqit, do të veçanim roli themeltar i prizve fetar në përgjithësi dhe atyre musliman në veçanti në çështje që kanë të bëjnë me gjuhën, arsimin dhe të ardhmen e vendit. Nga jeta dhe veprimtaria e tij ne mësojmë për motivin për të vazhduar rrugën e dijes, duke shkuar nga një vend në vendin tjetër dhe duke mos u mjaftuar me sigurimin e një vendi pune. Daud Boriqi, edhe pse kishte 2 vite që ishte emëruar imam, e kishte lënë këtë detyrë për të vazhduar mëtej me shkollimin fetar. Mësimi i fesë
nga njerëz të thirrur dhe institucione të besueshme. Hoxh Daud Boriqi për formimin e vet pas Zotit të Gjëdijshëm i detyrohet hoxhallarëve, Mulla Ferhatit dhe të tjerëve, sikur që i detyrohet medreseve të cilat i ka ndjekur. Vepra e Hoxh Daudit bën thirrje për formim të gjithanshëm, për leadership që vlerat fetare dhe kombëtare i kanë të pandashme. Fakti se dihet pak për kontributin që Hoxh Dauti dhe të tjerët kanë dhënë është thirrje që publicistikës shqipe të hartuar me alfabet arab e osman t'i kushtohet rëndësi edhe më e madhe. Promovohet mësimi gjuhëve të huaja, siç nxiste Hoxh Dauti, sepse me çdo gjuhë të re ne përvetësojmë edhe një kulturë të re dhe ngritemi edhe më shumë në dije dhe vlera. Zotin e madhruar e lutim që Hoxh Daudin ta ketë shpërblyer me të mirat e tij dhe deri në takimin tonë të radhës Allahun e lut që të na ketë në mbrojtjen e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.